A ka ndryshuar rrënjësisht për llogaritën në lindjen e mesme qortimi i ashpër që Donald Trump i bëri Izraelit në intervistën e tij për Time Magazine më 23 tetor? Komentet e tij ndezën menjëherë dy pikpamje të kundërta. Për disa, qëndrimi i tij përfaqëson një vijë ndarëse të qartë që shënon një zhvendosje të vërtetë në politikën e jashtme amerikane. Për të tjerët, është thjesht një manovër politike për të rimarrë besueshmërinë që SBA-ja humbi gjatë 2 viteve të gjenocidit izraelit në Gaza, shkruan Ramzi Barut, gazetar dhe hulumtues në qendrën për çështje islame dhe globale. Duke folur për fundin e gjenocidit të fundit në Gaza, Trump deklaroi se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu duhet të ndalonte sepse bota do ta ndalte atë, duke shtuar: "E dija çfarë po ndodhte dhe Izraeli po bëhej shumë jo popullor." Me këto fjalë, Trump i sinjalizoi bindjen e tij se shfarosja sistematike e palestinezëve në Gaza e kishte çuar Izraelin në një pikë të pashmangshme izolimi, që as SBA-ja nuk mund ta mbronte më pafundësisht. Ky është thelbi i mesazhit të tij, i përsëritur në paralajmërimin e drejtë për drejtë për Netanyahun. "Bibi, nuk mund të luftosh kundër botës. Bota është kundër teje dhe Izraeli është një vend shumë i vogël krahasuar me botën." Mund të duket një fakt i vetkuptueshëm, por duke pasur parasysh historinë e mbështetjes së verbër amerikane dhe më gjerë perëndimore, Izraeli gjithmonë është ndjer më i madh se sa është në të vërtetë. Fuqia e tij e perceptuar ka qenë gjithmonë produkti i përkrahjes pa kushte të Shteteve të Bashkuara. Por sipas pohimit të Trumpit, SBA-ja nuk e sheh më veten si mbrojtësen e pakushtëzuar të Izraelit. Ai thekson një dinamik të re fuqish globale, duke vënë në dukje se ka shumë fuqi të tjera atje jashtë, fuqi jashtë rajonit, ndikimi i cilave e ka bërë të paqëndrueshëm rolin tradicional mbrojtës të Washingtonit. Ky vetëdijsim, i cili është më i dukshëm kur Trump i flet për dëshirën e Izraelit për të aneksuar në mënyrë të palishme bregun perëndimor të pushtuar. Ai tani shpreh i gatshëm të veprojë, duke përdorur një gjuhë të paprecedent. Aneksimi nuk do të ndodh, sepse unë i kam dhënë fjalën time vendeve arabe. Nuk do të ndodh. Izraeli do të humbte gjithë mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara, nëse kjo do të ndodhte, pati thënë Trump. Një deklaratë e tillë është e paprecedent në historinë e marrëdhënieve SBA-Izrael. Megjithatë, kjo sfidë mund të hidhet lehtë poshtë si teatrale tipike e Trumpit, deklarata të guximshme që rrallë shndrohen në politika të qëndrueshme. Gjatë mandatit të tij të dytë, Trump i bëri thirrje për t'i dhënë fund luftës, por nuk ndërmori asnjë hap për ta ndaluar atë, duke shprehur mëshirë për banorët e Gazës, ndërsa furnizonte Izraelin me armë. Këto kontradikta e bëjnë të vështirë të dallohet besimi nga performanca. Rëndësia paralajmërimit të paprecedent të Trumpit shtohet nga vetë momenti i dhënies. Intervista për Time u publikua të njëjtën ditë që Parlamenti i Izraelit miratoi 2 projekt ligje që do të zbatonin ligjin izraelit në bregun perëndimor të pushtuar, duke hapur rrugën për aneksimin e plot dhe të paligjshëm të territorit. Ky votim provokues ndodhi ndërsa në Tel Aviv ndodhej nën presidenti amerikan J.D. Vance. Në largim nga vendi, Vance sulmoi ashpër qeverinë izraelite, duke quajtur votimin të çuditshëm dhe një manovër politike shumë të marrë, të cilën e mori si fyerje. Ata që janë skeptik ndaj çdo zhvendosjeje të SBA-s kanë plotësisht arsye për këtë cinizëm. Nuk ka asnjë provë serioze që Washingtoni po ndryshon drejtim. Mbështetja pa kushtëzuar gjatë gjenocidit është dëshmi e pakundërshtueshme e përkushtimit të tij ndaj Izraelit. Rruga e gjatë e përkrahjes amerikane, që nga themelimi i Izraelit e deri më sot, sugjeron fuqishëm se një kthesë e menjëhershme është jashtëzakonisht e pamundur. Pra, nëse nuk kemi të bëjmë me një ndryshim të thellë, çfarë po ndodh në të vërtetë? Megjithse lidhja e pathyeshme mbetet, ekuilibri i fuqisë është zhvendosur. Izraeli ka lëkundur vazhdimisht midis rolit të shtetit klient të privilegjuar dhe përmes lobit të tij drejtuesit të agjendës rajonale. Lufta e fundit nxorri në pah dobësitë e Izraelit dhe rivendosi dinamikën e vjetër SBA-n si shpëtimtare, që dikton prioritetet. Përveç ndihmës ushtarake vjetore prej 3.8 miliard dollarësh, Washingtoni miratoi edhe 26 miliard të tjera për të mbështetur ekonominë dhe luftërat izraelite. Kur Izraeli dështoi të arrinte objektivat e tij ushtarake në Gaza, SBA-ja ndërhyri me ta shtuquajturin marrëveshje të Gazës, duke prodhuar një armpushim të brisht që i lejoi Izraelit të vazhdojë qëllimet e veta me mjete të tjera. Rezultati është një përmbysje rolesh.
Trump u bë më i popularizuar në Izrael se sa vetë Netanyahu, duke ringjallur imazhin e SBA-s si fuqi vendimtare. Përplasja e dukshme midis dy vendeve nuk ka të bëjë me vlera, por me kontroll. Kush e drejton anijen izraelite? Tel Avivi apo Washingtoni? Shkruan Barud. Kjo mbetet lart një ndryshimi të vërtet kursi. SBA-ja këmbgul të menaxhojë tash të quajturin konflikt izraelito-palestinez përmes prioriteteve të veta politike, që në thelb janë të përputhura me ato të Izraelit, duke shpërfillur të drejtën ndërkombëtare, burimin e vetëm të ekuilibrit dhe objektivitetit. Washingtoni siguron që harta e së ardhmes së rajonit, pavarësisht mosmarrveshjeve të herpashershme, të mbetet plotësisht në duart e Izraelit dhe SBA-s, vlerëson Barud. Një politikë e tillë nuk do të sjellë as paqe, as drejtësi, por do të ringjallë ciklin e njëjtë të dhunës izraelite. Edhe pse bombardimet në Gaza janë ngadalësuar përkohësisht, dhuna tashmë po shpërthen në bregun perëndimor të pushtuar. Sipas tij, paqja e drejtë dhe qëndrueshme nuk mund të lindë nga kapriçot e administratave amerikane, nga luftrat e pafundme apo nga deklaratat e pavendosura për mos aneksim. Një paqe e vërtet kërkon llogaridhënie të sinqertë, presion qëndrueshëm ndërkombëtar, sanksione dhe zbatim rigoros të së drejtës ndërkombëtare. Vetëm kur bota të vazhdojë të rezistojë Netanyahut dhe politikave vetëshkatruese që ai përfaqëson, do të mund të shmanget një gjenocid i ri dhe të arrihet më në fund një paqe e drejtë, vlerëson Barud.